Silmon Shala së bashku me vëllezër e kanë perfeksionuar zejën prodhuesit e perimeve. Cilësia fryti shëndosh kërkon përmbushje dhe kryet e punëve të shumta nga mbjellja e deri te vjelja. Jeni certifikuar me Global Gap. Ajo është një mundësi liderate për eksport. Po është respektua ajo, apo e ka pasur kriteret analizik veçanta Po, tash për rrugës së shëndetit të konsumatorëve. Tash ma herë, çdo shtet e ka për obligim me rrugë shëndetin, pikë pa shëndetin e popullit vet. Edhe për produktet vet apo sidomos për produkteve të huaja. Sa i përket certifikimeve, janë shumë të mira, ato janë praktika të mira, certifikimi global është praktika të mira vësi, dikush nuk është një procedurë mos të më vështirë, po nuk është e parëçme. E s'ka ki voti? Hajtë të shpjegon që ka dikush që çka është Global Gap edhe nuk e di. A mund të shpjegon? Tash po. Global Gap është hiç çka të punosh në çit tjetër. Hiç çka të punosh në tjetër. Domethënë, për i momentit dhemës inputeve, dhemës farës, origjinin ku ke marrë farën, me duhet me regjistru, domethënë plehun, gjithë ato me çit libër. Edhe me shku si pas praktika, ajo është global praktika të mirë në vësi. Domethënë, çdo tatim që bën, me bëu konform rregullohesh si parashë me kimin evropian, edhe Republika e Kosovës si ka rregulluar bashkimin evropian. Domethënë, ki atë manualin si duhet më vepru, domethënë, me një fjalë këtë çka të punosh, me punu veç sipas rregullit. Kur gjë më shumë nuk ki nevojë, veç me çato që të punosh me çit dieta mirë në tu. E kita tu me preparat bakën, e shumë në datën kur i kita tu me shka këtë. I përbohet karencës, sa ka karencën bima, kushtet ferën, i plotsu kushtet punëtorëve, dorzat, maska, ato dikush që verifikon ato. Çifrat e tosh. Është komisioni certifikuese si auditori është. Si gjatë procesit për shembull një produkt apo dy produkteve, më gjatë procesit gjatë nuk është një ditor, 3 ditor, po është 3 muaj, 4 muaj deri 5 muaj, pavarësisht për çka për kulturë. Vetë ke fundit janë edhe analizat që aty. Fundit, domethënë produkti, fjala fundit është produkti shkon në analiza, ku gjitha analizat. Analizat, domethënë, disa tash me po në Kosovë të parë në bërë më shumë në jashtë, tash gjitha po në Kosovë, ku i këtë analizat edhe dhe produkti. Se del produkti sipas parametrave të parapame me rregulluar Bashkimit Evropian, atëherë për ndryshe, ndjesësh e përsërit